Prapa dhe ta analizojmë pak videon, të lutëm. Këtë videon e parë, qëfar thatë realisht, që mori kaq shumë vëmendje? Video e parë mori vëmendje se në një familje, nëse e humbni si mashkulli, si femra, si gruaja, si burri, dashnori fsheft, nëse në një familje shkaktojnë probleme dhe e humbin lumturinë e fëmijëve, po të kishte qenë ajo një grua dhe ma e pa shpirt, besoj që kishte me prek në ndërgjegja, që është bësh shkaktare për të aprish një familje. Po nga ana tjetër, edhe vetë gruaja e cila është e kurorzuar, ka fëmijë, ka familje, nuk ka kujdes me burrin e saj, sepse i bëhet si kfor, si polis, i bëhet si general. Unë e them, jo, mos lejoni që burrat e juj ti konsideroni që bëjnë një gabim edhe ta shtit sillesh me atin. Po, bëhu doktor, bëhu mjek, bëhu psikolog, sepse krijesa femën nga natyrshmëria e kanë shpirt edukimin. Mandej thoja, po burri, mashkulli, e ka obligim strehimin, ushqimin, veshmbathjen, ngrohjen, po çka i kushton një grua të mirët pak ma shumë me edukimin e fëmijëve të saj. A nuk duhet jenë barabarta këto? Por ama, ti zonë, kër e ki një burr të pa edukuar, që vjehra ta ka dhënë një burr të pa edukuar, ti duhet t'jesh e lumtur, që ndoshta keme mund një mashkull, një baba të fëmijëve tu ta edukosh. Këto janë ato fjalët e mia që me të vërtet mburojnë nga shpirti, po edhe nga përvoja. Se ishin komentet të kjo video? Te komentet ishin, se unë t'i bëhem burit doktor, e të mbohet a i mu, ose ishin komentet nga ana mashkullore, fantastike, sepse krijesa mashkullore, sidomos në këtë kohën moderne, ta shohësh një bukuri të këtil, është vështirë, më falë Arbrisha, po është vështirë ta mban veten. Prandaj, krijesa, mashkulli, duhet të ketë një ledhatim ma të bukur brenda në familje, për mos me prish familjen. Pra, mendoni në fakt se këto komente më shumë i kanë shkuar për shtati meshkujve, ata që kanë komentuar. Ka meshkuj që ndoshta presin më shumë nga gratë që nuk bëjnë punë, janë me mënyrë pa përgjithshëm. Sepse njeri është krijesë që gabon, edhe unë i tham, Arbëresh, nëse e ke të dashurin, të arshmën, burrin, duhet me shiku një herë në atë burrin tënd si kurse një shoqe. Nëse burri juaj e ka scrollit në telefon disa foto pa lidhje, ullu nga afër atje thuj, çfarë femër. Ai ka me shiku, do më thënë, bënu shoqe me burrin tënd, mos e kritiko, se jemi krijesa që gabojmë. E dyta, bëhu motër për bashkëshortin tënd. Pse, motra gjithmonë, kur prindrit acarohen me vllaun, motra i thot, hajde bre, se unë e investigoj diçka më stanin, hajde. A janë këto problemet? Bëhu nëna gjithmonë, nuk i ka fëmijët perfekt, fëmijët gabojnë, por ka mëshirë. Pastaj thëmë, bëhu doktor, bëhu mjek, mos u bën polisi dënon, doktorit pyet, burim, çka ke problem, çka po të mungon? Mbesoni kjo mënyrë imja që t'i bëhen një burrit, një grua sa 4 gra, ka me dhënë shumë sukses. Po, ka të tilla gra që nuk e pëlqejnë, e kanë stilin e vetë të jetës,